Dy ndeshjet e para gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë dhuron 2 barazime 1-1, duke lënë gjithçka të hapur për ndeshjet e kthimit. Në stadiumin Air Albania në Tiranë, vllazërisë i iku nga dorë fitoria vetëm në minutën e 11 shtesë të një takimi të mbushur me shumë episode, që nga sekonda e parë tek e fundit. Kryesuesit e kampionatit fituan një penallti në minutën 20 për faull të portierit Teqja kundër Bismarck. Përpas 2 minutash gjyqtari Andi Koçi anuloi pas më parë pati faull të dodajt ndaj portierit të Dinamos. Megjithatë vllaznia gjeti golin në minutën e 42, kur Bismarck shënoi një goditje të fortë brenda zonës. Pjesa e dytë ishte mbushur me raste dhe me shumë punë për arbitrin, edhe pse loja në fushë ishte korrekte dhe rrallë herë e rëndë. Në minutën e 52 Dinamo fiton penallti për prekje me dorë të topit në zonë, por portieri Jukaj grushton gjojtjen e Bregut. Dinamo ngulmon për disa minuta pas penalltisë, por më pas është vllaznia që luan më mirë, kombinon saktë dhe del shpesh përpara del portës së Teqjas. Në minutën e 82 Jago rrëmben dhunshëm topin dhe vërshon drejt zonës blu, në hyrje të së cilës Gjuan, por Teqja e mohon golin. Nga goditja e këndit që pason është Sala që rrezikon për vllaznin. Nga një goditje këndore në kaun tjetër, në minutën e 88 është Jukaj që mohon golin e barazimit Dinamos. Në minutën e 93 Koçi thirret nga VAR për shqyrtuar një faull të Gurishës ndaj Nezirit. Pasi vëzhgimit të shkurtër, i heq kartonin e verdhë dhe jep të kuqin kapitenit vllaznisë. 4 minuta shtesë që nisën pas minutës së 91 zgjatën edhe më tepër, pasi në minutën e 99 sërish Koçi thirret nga VAR për një tjetër prekje me dorë në zonën kuqe blu. Tjetër penallti dhe kthehër Bregu në gabon. 1-1 dhe gjithçka do të vendoset në Loro Boriçi. Në Rogozhin Egnatja shënoi herët kundër Elbasanit që në minutën e 5 me Sotën, pas kryesimit nga këndi. Elbasani afrohet barazimin në minutën e 36, por shtylla shpëton vendasit. Megjithatë barazimi vjen në minutën e 44 me Ze Gomes. Por për të vlerësuar si rregullt, u desh një vëzhgim i gjatë deri në absurditet, prej 7 minutash para monitorit. Pjesa e dytë nuk sjell më gola, pavarësisht përpjekjeve dhe kualifikimi do të vendoset në 22 prill.